ne mblodhëm bordin e transparencës së bashku me Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe antarë të tjerë të bordit, drejtorit tatimeve, drejtorit doganave, përfaqësues nga Ministria e Financave dhe përfaqësues nga tregtarët kryesor, nga 5 tregtarët kryesor të shumicës dhe të pakicës, me qëllim diskutimin për çmimet dhe vendosjen në bazë të legjislacionit në fuqi të çmimeve maksimale të tregtimit. Mekanizmi që përdoret është një formulë e cila është e bazuar në aktin normativ të ndërmarrë në vitin 2022, kur kishim një situatë të ngjashme, e cila bazohet në çmimet e ditore të bursës të një dite më parë dhe bëhet një llogaritje mbi të gjitha kostot e tregtimit të karburantit, duke i shtuar një marzh 3 lek për shumicën dhe 12 lek për pakicën. Marzhet në fakt që kur u kalkuluan në formulën që u kalkuluan në vitin 2022, janë marzhe minimale, nuk janë marzhe fitimi, por janë marzhe të përballimit të shpenzimeve kryesore që kompanitë kanë. Ne me ngritjen e bordit të transparencës do të vijojmë të jemi në monitorim të vazhdueshëm të çmimeve. Qëllimi ynë kryesor është që në një situatë kur çmimet po rriten në mënyrë të vazhdueshme, ne të jemi transparent mbi çmimin dhe të mos lejojmë asnjë abuzim apo spekulim mbi çmimin për konsumatorët. Të njëjtin mbikëqyrje dhe të njëjtën vëmendje jemi duke e bërë dhe për çmimet e shportës së ushqimeve, të cilat kanë pasur disa luhatje gjatë ditëve të fundit dhe për këtë arsye ne jo vetëm kemi nisur monitorimin ditor të tyre në bashkëpunim me Institutin e Statistikave, por dhe do të nisim një mbikëqyrje më të thelluar të tyre nëpërmjet Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut, i cili një nga funksionet kryesore që ka është mbrojtja e konsumatorit. Qëllimi ynë, siç thash, është që të kujdesemi që efektet e luftës të kenë sa më pak ndikim në konsumatorët shqiptarë dhe mbi të gjitha të kujdesemi që tregu është duke funksionuar normalisht dhe jo duke abuzuar nga situata të rritjeve të çmimeve. Monitorimi do të jetë i vazhdueshëm, pasi siç thash, kujdesi jon kryesor është që të mos ketë abuzime, por nga ana tjetër që të ardhurat e familjeve shqiptare të mos reduktohen, sidomos ato familje të cilat nuk mund të përballojnë një rritje të çmimeve dhe këtu e kam fjalën kryesisht për pensionistët dhe për shtresat në nevojë. Kjo është një eksperiencë që ne kemi pasur dhe më parë në përballimin e krizës së vitit 2022, por edhe të krizës pandemisë dhe dua t'ju garantoj se qoftë situata e shëndetit ekonomik që sapo paraqita që është stabil, por qoftë situata të ardhurave të familjeve shqiptare apo të bizneseve shqiptare është në vëmendjen tonë të përditshme dhe nisur nga të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur deri tani apo që do të ndodhin në të ardhmen, ne do të marrim masat e duhura. Faleminderit. Përshëndetje zonja ministre, Tenada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Ju paraqitët pothuajse të gjitha shifrat pozitive sa i takon rritjes ekonomike në vend. Folët edhe për vendimarrjen e bordit të transparencës. Unë doja të dija çfarë mekanizmash do të përdor ministria apo edhe qeveria shqiptare për të mundësuar që këto çmimet e rritura të zbresin në nivelin përpara kësaj krize, sepse ndodh në përgjithësi që çmimet rriten dhe mbeten atë kuotë që janë rritur, dhe si do të mbroni kategoritë më të prekura, sikurse janë pensionistët apo familjet e tjera në nevojë. Faleminderit. Po, ti mbledhim të gjitha? Më mirë veç e veç. Atëherë, sa i takon rikthimit të çmimeve në nivelet e parakrizës, siç e thash, ne kemi ngritur bordin e transparencës në të cilin ne përcaktojmë çmimet ditore apo disa ditore në varësi të luhatjeve të bursës të karburanteve.
Bordi i transparencës nuk ka një afat të përfundimit të aktivitetit, që do të thotë që ne do ta mbajmë bordin të ngritur derisa çmimet të stabilizohen në nivelet e parakrizës. Kjo është një garanci që ndryshe nga që ndodh në përgjithësi në momente kur rriten çmimet, kur çmimet rriten dhe pastaj qëndrojnë aty dhe nuk ulen më, edhe mbasi efektet që kanë ndikuar në rritjen e çmimeve janë zhdukur, ne do të kujdesemi që çmimet e karburanteve të rikthehen në nivelet e parakrizës. Sigurisht, nëse bursat do të rikthehen në nivelet e parakrizës, sepse neve nuk jemi një vend prodhues i karburanteve, por jemi një vend importues i karburanteve. Dhe kjo është arsyeja pse jemi të ndikuar, pra çmimet janë të ndikuara nga konjunkturat ndërkombëtare të çmimeve. Për sa i përket ndërhyrjeve në suportin e shtresave në nevojë, unë dua të ritheksoj, kam thënë dhe më parë që karburantet në shportën e konsumit kanë një peshë prej 2% dhe bëhet fjalë për peshën e një familje mesatare shqiptare dhe jo për peshën që këto produkte kanë në familjet e shtresave në nevojë apo mbi të gjitha në pensionet. Ndaj ne kemi gjykuar edhe gjatë krizës së kaluar që në fakt për pensionistët apo edhe për shtresat në nevojë, çmimi më i ndjeshëm është energjia elektrike, pasi e përdoren energjinë elektrike për ngrohje, për ftoje dhe sigurisht ushqimet dhe shporta baze ushqimeve. Ndaj nëse do të ketë ndërhyrje dhe nevojë për ndërhyrje, ne siç kemi bërë dhe më parë në krizën e kaluar, ne nuk ndryshuam çmimin e energjisë elektrike duke mbajtur të gjithë koston e zhvillimeve të bursës dhe gjithashtu ndërhym në disa paketa mbështetëse për kategoritë në nevojë. Ne jemi duke monitoruar, siç thash, në bazë ditore çmimet e ushqimeve, çmimet e bursave të energjisë, çmimet e bursave të drithrave. Fatmirësisht nuk ka pasur ende një ndikim domethënës në këto tregje, por sigurisht që do vijojmë të ndjekim dhe do t'ju mbajmë të informuar mbi çdo vendim që do të marrim. Por dua të garantoj që është në prioritetin kryesor të Ministrisë Ekonomisë, të Ministrisë Financave, të Ministrisë Energjisë Infrastrukturës dhe të gjithë qeverisë shqiptare. Përshëndetje, Rudina Muça nga Top Channel. Ju thatë që ne kemi ngritur bordin e transparencës për të monitoruar çmimet me qëllim për të penguar abuzimin. Por nga ana tjetër, shtetet fshqinje kanë hartuar dhe masa lehtësues për gjithë qytetarët, jo vetëm për ata në nevojë, si për shembull Greqia, Italia. Ne, a do të kemi një sjellje të tillë ndaj qytetarëve shqiptarë dhe diçka tjetër? Në vitin 2022, gjatë luftës së Ukrainës, është monitoruar dhe çmimi i plerave kimike, pasi përfshin 40% të kostove të prodhimit, që do të thotë rëndojë në fund tek prodhimi final. A do monitorohen dhe ata? Pasi çmimet në terren janë ngritur mjaftueshëm, edhe pse shifrat e doganave tregojnë se këto produkte janë blerë më lirë se vitin 2025.